Përshëndetje miqtë e mi. Një fjalë e urtë kineze thot: libri është si një kopsh që mbahet në xhep. Personazhi i historisë sonë mbante gjithmonë me vete librin e tij të preferuar, dhe për shkak të së vërtetës që gjendej në të, ai u torturua. Por jetoi me urtësi, edhe pasi ia morën librin. Ai arriti të mbijetonte 24 viteve për ndjekje, sepse zemra, mendja dhe jeta e tij ishin bërë të lira nga prangat. Në ndiqni shoku Peter Lee. Ju jeni tradhtari i Republikës Kineze. Sipas kushtetutës, çdo qytetar kinez gëzon lirinë e besimit. Është e vërtet, por ne lejojmë besimin, jo aktivitetet fetare, përveç se atyre në kishën e miratuar nga shteti. Po kjo nuk gjendet e shkruar në kushtetutë. Timore, bimar, Partia Komuniste qëndron mbi gjithçka. Duhet t'ju bindesh vendimeve tona. Më parë duhet t'i bindem Perëndis. Atëherë, ky është çmimi që duhet paguash. Po ndiqni të lirë nga prangat, radiodramatizimin e historive të vërteta njerëzore që përcjellin lajmin e mirë në botë. Këto histori janë prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe vijnë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të ndiqni programin me numër 298 i serisë të lirë nga prangat, programi që bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Pra, shoku Peter Lee, i gati të thuash të vërtetën? Unë jam i krishterë. Kjo është e vërteta. Je anti-revolucionar që mbron besimin e tij, Unë e dua Perëndin. Ti po përpiqesh të bindesh pastorët që të tërhiqin nga e vetmja kishë që shteti ka miratuar. Përse më hon këtë ti? Unë ndaj me ta atë që gjendet në fjalën e Perëndis. Biblën e shenjtë. Bindja vjen nga fuqia që gjendet në fjalën e Perëndis. Ajo është e gjallë. Shoku Peter Lee, ti ke sulmuar edhe udhëheqësin e madh, Mao. Unë kam thënë vetëm të vërtetën. Gënjeshtra! Ti ke thënë se udhëheqësi ynë i madh do të vdesë dhe do të shkojë në ferr. Po kështu do të ndodhë me të gjithë ata që nuk pendohen për mëkatet e tyre edhe nuk vijnë te Krishti. Pusho! Ti po u shërben imperialistëve amerikan. Personazhi i historisë sonë të sotme lindi dhe u rrit në Kinë gjatë luftës së dytë botërore dhe revolucionit komunist. Për sigurinë e tij dhe të familjarëve, të gjithë emrat janë ndryshuar. Ai do të quhet Peter Lee. Në pjesën e parë të kësaj dëshmie me dy pjesë, do të dëgjojmë se si ai mbijetoi vuajtjeve të regjimit komunist. Kjo është një dëshmi e vërtetë dhe vjen tek ju tani në Të lirë nga prangat. Unë rrita në një nga qytetet më të mëdha të Kinës. Familja ime ishte e pasur, madje kishim edhe shërbëtor. Babai dhe familja e tij ishin të shkolluar dhe ai kishte një pozitë të rëndësishme në qeveri. Gjatë festës së vitit të ri, babait i pëlqente të luante kumare dhe të kërcente. Ai nuk besonte te Zoti, por nuk e ndalonte nënën që të organizonte studime biblike dhe takime lutjeje. Ajo e donte shumë Zotin. Kur mbusha 4 vjeç, ajo më çoi për vizitë në një jetimore. Peter, Perëndia e ka bekuar shumë familjen tonë. Ne kemi shtëpi, makinë dhe ushqimi nuk na mungon asnjëherë. Por këta fëmijë nuk kanë as prindër sepse u kanë vrarë në luftë. Prandaj quhen jetim. Ata janë të varfër, por ti ama nuk duhet i përbuzësh. Perëndia thotë se duhet të kujdesemi për vejushat dhe jetimët. Ky është besimi i vërtet. Kur regjimi komunist erdhi në fuqi, qeveritarët filluan të luftonin kundër 3 gjërave: korrupsionit, papunësisë dhe burokracisë. Ata e akuzuan edhe torturuan timat për 40 ditë. Nuk e lejuan të flinte. Kur unë dhe nëna shkuam ta shihnim, ai duke i rënë dhe i shkatruar. Nën, çfarë kanë bërë babait? E kanë torturuar bir. Të shtova shumë kur e pash në atë gjendje. Të paktën është ende gjallë. Shumë shpejt do ta lënë të lirë dhe do të kthehet në shtëpi. Ai nuk e meriton të trajtohet në këtë mënyrë. E di bir, por pushteti është në duart e tyre dhe ata mund të akuzojnë këtë duan. Po tani ç'do të ndodh me ne? Ne duhet të lutemi dhe të kemi besim tek Zoti.
Komunistët janë ateistë dhe kanë frikë se shumë shpejt kanë për t'i përndjekur të krishterët. Por ama ne nuk duhet të harrojmë se Zoti është forca dhe çliruesi ynë. Nëna më merrte gjithnjë me vete në kishë, edhe në shtëpi bënim studim biblik. Kështu, unë mësova shumë vargje përmendesh edhe këndoja himne, para Krishtlindjes. Ajo organizonte festa, ftonte miqtë e mi dhe ju tregonte atyre historinë e Jezusit. Në moshën 14 vjeçare, ne u shpërngulëm në një qytet tjetër të Kinës. Në këtë qytet të madh jetonte dhe punonte edhe gjyshim. Atje fillova shkollën e mesme dhe 2 vjet më vonë shkova në një shërbes. Unë jam udha, e vërteta edhe jeta. Askush nuk vjen tek Ati përveç se nëpërmjet meje. Jezusi është e vetmja rrugë për të shkuar në parajs, tek Perëndia. Ju duhet ta doni Zotin Jezu Krisht më shumë se çdo gjë tjetër në këtë botë. Më shumë se familjen apo veten tuaj. Më shumë se vetë jetën. Tek Ungjilli i Lukës, kapitulli 14, vargjet 26 dhe 27, Jezusi tha: nëse ndokush vjen tek unë dhe nuk urren baban e vet dhe nënën e vet, gruan dhe fëmijët, vëllezërit edhe motrat, madje edhe jetën e vet, nuk mund të jetë dishepulli im. Dhe kush nuk e mbart kryqin e vet dhe nuk më ndjek, nuk mund të jetë dishepulli im. Jezusi duhet bëhet Zoti i zemrës tuaj. Vetëm atëherë ai do t'ju përdor për qëllimin dhe lavdinë e tij. Vëllezër dhe motra, Jezusi na jep jetën e përjetshme, por ne duhet jemi të gatshëm ta ndjekim atë, sado i lartë të jetë çmimi. Vlla Gjoni ishte një nga pastorët më të njohur që historia kineze kishte pasur. Isha 16 vjeç atëherë, kur ndjeva se u mbusha me frymën e shenjtë. Unë i rrëfeva Krishtit mëkatet e mia, edhe e pranova si shpëtimtarin tim personal. Jeta ime ndryshoi përgjithmonë. Fillova të ndiqja klasat biblike. Në klasë kisha vetëm disa adoleshentë. Vëllezër dhe motra, Zoti ka thënë se do të përndiqemi. Kur vim në mbretërinë e Perëndis, Satani na shpall luftë. Ne jemi në një luftë shpirtërore me armiqtë e Perëndis. Prandaj ngjishni ijet e mendjes suaj, sepse ndjekësit e vërtet të Krishtit janë përballur gjithnjë me rreziqe. Letra e Hebrejve, kapitulli 11, flet për besimin dhe për ndjekjen e besimtarëve. Atje thuhet se besimtarët hoqën për qeshje dhe goditje, madje edhe pranga dhe burgime. U vran me gur, me sharr u pren, u vran me shpata, u endën të mbuluar me lëkurë dhënsh e dhish, nevojtar, të pikëlluar, të keq trajtuar. Vetë Jezusi na paralajmëroi duke na thënë: dhe ju do t'jeni të urryer nga të gjithë për shkak të emrit tim, por ai që do të ngulmojë deri në fund, do të shpëtohet. Vëllezër dhe motra, mësojini shkrimet, lutuni pa pushim, edhe bëhuni gati të përballeni me vuajtjet. Unë fillova të flisja me të tjerët për shpëtimtarin, sepse në zemër kisha shumë dëmshuri për shpirtrat e tyre. Shkolla e vuri re këtë dhe mësuesi im më kërkoi ditarin ku të shtunave shkruaja predikimet e vlla Gjonit. Ai tha se isha paragjykues dhe se duhet të ndryshoja. Në shkollën e mesme, unë isha nxënësi më i mirë në lëndët shkencore. Pas diplomimit, konkurova për të vazhduar studimet e larta, edhe prisja të futesha në një nga universitetet më të njohura të Kinës. Rezultatet dolën në gazetë. Nën, emri im nuk është në gazetë. Je i sigurt? Po, i kontrollova të gjitha kolonat e emrave. Unë i kam bërë të gjitha në provim. Duhet të ketë ndonjë gabim, Peter. Ja ku është. Është në fund. Po më dërgojnë në një universitet të vogël që ndodhet larg. As emrin nuk e kam dëgjuar ndonjëherë. Ata po e bëjnë këtë për shkak të besimit. Po më diskriminojnë për shkak të besimit? Po, ti e di çfarë thot Bibla? Të gjithë ata që duan të rrojnë në perëndishmëri në Krishtin Jezus do të përndiqen. I përulur biri im dhe Perëndia do të nderojë. Zoti më dha një zemër të përulur edhe gëzim gjatë kohës që udhëtoja për të shkuar në universitet. Ishte shumë larg nga shtëpia. Regjimi komunist nuk na lejonte të ndanim ungjillin me jo besimtarët. Por unë nuk mund të rrija në heshtje dhe të mos flisja për atë që ishte gjithçka në jetën time. E ndjeja prezencën e Perëndis ngado. Duke qenë se isha i Zotit në lëndën e fizikës, unë ndihmoja edhe shokët. Tani e kuptova, miku im. Faleminderit që ma shpjegove. Je me të vërtet i zgjuar. Është Perëndia ai që më ndihmon edhe më jep mençuri. Po kush është Perëndia? Shiko, ti nuk mund ta shohësh, por ai ka krijuar universin.
Gjithçka që duket edhe nuk duket. Dikur kisha shumë pyetje për këtë, por partia thot se Perëndia nuk ekziston. Sigurisht që ekziston. Shumë vite më parë, ai dërgoi birin e tij Jezu Krishtin që të jetonte dhe të vdiste për mëkatet tona. Për mëkatet? Çfarë janë mëkatet, Peter Lee? Mëkatet janë dëshira të ndaluara për të arritur qëllime të caktuara. Perëndia na ka krijuar që ta kënaqim atë, por ne i shkelim ligjet e tij. Nuk ndjekim udhën edhe të vërtetën e tij. Po ti nga i di gjithë këto gjëra? Këto gjenden në Biblën e Shenjtë. Ajo është fjala e Perëndisë. Shikoj. Po unë nuk e kam parë asnjëherë këtë libër. Perëndia na ka dhënë fjalën që ne të jetojmë sipas planit të tij. Fjala na tregon për mëkatin edhe dashurinë e Perëndisë, se si ai dërgoi Jezusin të vdiste i varur në kryq për të na shpëtuar dhe për të na dhënë jetë të re. Ai thotë se paga e mëkatit është vdekja edhe ndëshkimi në përjetësi. Pa Krishtin, ne vdesim dhe shkojmë në ferr duke vuetur në përjetësi. Po unë nuk isha dëgjuar asnjëherë për Zotin. Tani ti e njeh atë. Bibla thotë se krijimi është prova se ai ekziston. Një provë tjetër është ndërgjegjja jon kur mëkatojmë. Unë do përpiqem të mos mëkatoj më. Në fakt, të gjithë mëkatojmë. Bibla thotë sepse të gjithë mëkatuan dhe u privuan nga lavdia e Perëndisë. Edhe udhëheqësi i madh Mao? Po mirë, ti si thua? Kur Bibla thotë të gjithë, mendon se këtu duhet përfshihet edhe udhëheqësi i madh Mao? Përfshihet, asnjë nuk përjashtohet. Të gjithë ata që nuk pendohen dhe nuk besojnë te Jezusi. Bibla thotë se kur të vdesin, do të hidhen në liçenin e zjarrit. Unë nuk dua të hidhem në liçenin e zjarrit. Jezusi mund të shpëtojë. Ai vdiq në vendin tënd. Pse e bëri këtë? Sepse ai të do. Bibla thotë, sepse Perëndia e deshi aq botën, sa dha birin e tij të vetëm lindurin që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Ti e beson këtë jetën e përjetshme? E besoj me gjithë zemër. Ndjej prezencën e tij ngado. Edhe unë dua ta ndjej prezencën e tij, Peter Lee. Dua ta kem edhe unë këtë që ti ke. Unë drejtova 17 studentë tek Zoti, edhe së bashku bënim studim biblik në shtëpi. Besimtarët i organizonin takimet në shtëpitë e tyre, kështu që shtëpitë konsideroheshin si kish, por kjo nuk ishte e lishme, sepse regjimi komunist lejonte vetëm kishën e miratuar nga shteti. Unë takohesha me një student të quajtur Liang. Ai ishte 7 vjet më i madh edhe ishte i rritur në besim. Sa veta do të vinë në takim? Thuajse 20, përfshirën e të dy. Sa mirë. Perëndia po e rrit numrin e tyre. Ashtu është. Nuk do të na mjaftojnë Biblat. Mund t'i ndajmë me njëri tjetrin. Ose mund të marrim disa borxh para se takimi të fillojë. Spionët mund të jenë duke na vëzhguar. Madje ata mund të jenë mes nesh, por nuk duhet të vëmë në rrezik jetën e besimtarëve të tjerë. Duhet të lutemi për mbrojtjen e Zotit. Ai është mburoja jon. Le të fillojmë takimet tona me lutje dhe adhurim. Himnet i japin paqe shpirtit ton. Po, gjithashtu kemi nevojë të mësojmë përmendës shkrimet. Vlla Xhoni thotë se Bibla është autoriteti i vetëm i besimtarit. Perëndia do të na drejtojë me anë të fjalës. Po, kështu duhet të bëjmë. Besoj që duhet të flasim edhe për përndjekjet. Unë vetë jam përgatitur për përndjekjet që më presin. Po si? Kam mësuar përmendës shkrimet edhe kam vrapuar shumë. Gjithashtu jam larë edhe me ujë të ftohtë, sepse e di që në kampin e ri edukimit nuk ka ujë të ngrohtë. Edhe pse spionët gjendeshin ngado, ne nuk i ndaluam takimet gjatë atij viti. Pasi mbarova vitin e parë të universitetit, ditën e parë të pushimeve mora trenin për të kthyer në shtëpi. Nuk e dija që shumë shpejt do të paguaja një çmim të lartë për besimin tim. Ishte muaj korrik kur unë u ktheva në shtëpi dhe pata mundësinë të dëgjoja mesazhet e fuqishme të vëllat Xhonit. Gjithashtu, shkoja në takimet e lutjeve që organizoheshin pasditeve. Pjesën tjetër të kohës e kaloja në shtëpi me familjen. Jam lutur që ti të qëndroshi patundur në besim, biri im. Në universitet ne organizojmë takimet në shtëpi. Ndërkohë që ndaja të vërtetën e Biblës, Perëndia preku zemrat e 2 pastorëve që shkonin në kishën që shteti kontrollon, edhe tani nuk shkojnë matje. Ajo kishë nuk e nderon Perëndin. Autoriteti i saj është Partia Komuniste. Ata nuk duan që njerëzit të njohin të vërtetën, që Jezusi na bën të lirë. Perëndia është autoriteti ynë, por ata e kundërshtojnë këtë. Bëj kujdes, biri im, sepse partia ka shumë spion. Unë nuk kam frikë nën. Jam kushtuar shërbimit të Zotit. Ne duhet t'u flasim njerëzve për mundimet e ferrit edhe për lavdinë e përjetshme që i pret besimtarët në qiell.
I shkrova vllajt Gjonit edhe ai e lexoi letrën para gjithë kishës. Ai tha se kisha e kontrolluar nga shteti është një vegël që Satani po e përdor për të shkatërruar trupin e Krishtit brenda kishës. Të ngatërosh të vërtetën me gënjeshtrën është mashtrim. Po unë kam mësuar shumë vargje përmendesh. Kështu do ta di të vërtetën edhe në rast se më marrin Biblën. Kur linde ti, ja kushtova jetën tënde Zotit, që ti shërbeje atij me kohë të plot. Vërtet? Nën, po përgatitem për të bërë fizikan. Shërbej Perëndis birim gjatë gjithë kohës që ta nderosh dhe ta përlëvdosh atë në gjithë shka që bën. Një të diel, po dëgjoja vëllait Gjonin që po predikonte predikimin e tij të fundit. Pas dite, ne kishim takim lutjeje. Ishte muaj gusht. Asnjë dost lëviz. Kjo që më bëni është e paligjshme. Qetësi! Çfarë dëshironi? Ti, eja me ne. Mendoj se ne kemi të drejtë ta adhurojmë Zotin. Jo po thurni plane për të përmbysur qeverin. Ne po adhurojmë Perëndin. Perëndia i vetëm që ne kemi është Partia Komuniste e Kinës. Pas arrestimit të vllait Gjonit dhe 20 bashkëpunëtorëve, ne u kthyem të luteshim për ta. Po, edhe sikur të ecja në luginën e hijes së vdekjes, nuk do të kisha frikë nga asgjë e keqe, sepse ti je me mua. Shkopi yt dhe thupra jote janë ato që më japin zemër mua. Zot, ngushëlloi vëllezërit dhe motrat tona në këtë kohë mundimi. Forcoi zemrat e tyre që të qëndrojnë besnik ndaj teje. Shpëtoi, Perëndi. Duhet të ketë një mënyrë për të ndihmuar. Ata janë duart e Perëndis tani. Por ne jemi trupi i tij mbi tokë. Le të shkojmë në polici dhe të flasim me ta. Ta mbrojmë vëllait Gjonin dhe të gjithë të tjerët. Ata nuk kanë bërë asgjë të gabuar. Unë do të shkoj për vete. Edhe unë, nisemi. Çfarë doni? Duam të dim arsyen pse i keni arrestuar vëllait Gjonin dhe të tjerë. Nuk ka që ju duhet. Ktheuni në shtëpi. Po ata janë të krishterë si ne dhe thjesht po praktikojnë besimin. Takimet jashtë kishës nuk lejohen. Sipas nenit 88 të kushtetutës, qytetarët gëzojnë lirinë e besimit. Kështu ne po shijonim lirinë tonë. Ju po shkelni rregullat e kushtetutës. Duhet t'i lini të lirë vëllait Gjonin dhe të tjerët. Ata nuk kanë bërë asgjë të gabuar. Uni në shtëpi përpara se t'ju arrestoj dhe juve! Më vonë, edhe ne do të arrestoheshim. Ditën tjetër, unë i shkrova një letër vëllait Gjonit, ku i thosha se kishin filluar përndjekjet ndaj besimtarëve. Kjo letër do të përdorej kundër meje në të ardhmen. Javën tjetër më ftuan të predikoja për herë të fundit në shërbesin e të rinjve në kishën e vllait Gjonit. Kanë ardhur shumë pak veta. Këtu nuk është asnjë tret atyre që vinë rregullisht. Ata janë të dobët sepse përndjekjet po shtohen. Po Perëndia është këtu me ne. Vëllezër dhe motra, le t'i ngrem zërat tanë tek Perëndia dhe t'i kërkojmë atij të na ndihmojë të qëndrojmë në përndjekje. Edhe kisha e parë u përndoq. Edhe nga përndjekjet e atëhershme, ne mund të mësojmë si t'i qëndrojmë besnik Krishtit. Le të lexojmë nga libri i Veprave të Apostujve. Perëndia ka shumë arsye pse i lejon vuajtjet. Apostulli Pjetër tha: ai që ka vuajtur në mish, pushoj së mëkatuari. Ne jemi gjatë gjithë kohës në luftë. Ushtarët vuajnë. Nëse ju kërkoni rehati, Satani do t'ju mposhtë. Pastaj edhe Krishti vetë vuajti. Edhe ne jemi thirrur që të vuajmë për mbretërinë e Perëndis. Shkrimi thotë, të gjithë ata që duan të rrojnë në perëndishmërinë e Krishtin Jezus, do të përndiqen. Ne vuajmë me Krishtin. Tek libri i Filipianëve thuhet, sepse juve ju është dhënë hiri për hir të Krishtit, jo vetëm që të besoni në të, por edhe të vuani për të. Dua ta mbyll me shtrëngimet. Shtrëngimet na ndihmojnë ta kuptojmë më mirë fjalën e Perëndis. Gjithashtu na ndihmojnë të ngushëllojmë të tjerët. Tek letra e 2 e Korintasve, kapitulli i parë, vargu 4, thuhet se arsyeja pse ne vuajmë është që nëpërmjet ngushëllimit me të cilin ne jemi ngushëlluar nga Perëndia, të mund të ngushëllojmë ata që janë në çfarëdo shtrëngimi. Nuk e dija që shumë shpejt edhe unë do të përndiqesha. Ditën tjetër, një shok nga universiteti erdhi në shtëpinë time. Peter Lee, ti duhet të kthehesh në universitet. Më vjen keq. Por pushimet nuk kanë mbaruar ende. Ti u largove para se të dilte njoftimi.
Njoftim? Çfarë njoftimi? Ne duhet të marrim pjesë në një fushat politike. Është përheqjen e aktiviteteve antirevolucionare. Pushimet verore janë anuluar. Të paktën ndenjëm bashk për pak kohë, Peter. Kur duhet të kthehem? Duhet të nisemi bashk tani. Shoku u tregua shumë i sjellshëm dhe i dashur gjatë kohës që udhtonin për të kthyer në universitet. Kur mbërritëm, çdo gjë ndryshoi. Në oborrin e universitetit ishin disa kafshë të tërbuara. Më morën Biblën edhe çdo libër që kishte të bënte me besimin. Nuk isha më i lirë, po ashtu edhe 2 miqtë e mi. Vlla Liangu u arrestua dhe u torturua. 3 grupe hetuesish më merrin vazhdimisht në pyetje. Këtë e bënin me radhë. Ti kërkon të përmbysësh qeverinë apo jo? Trego të vërtetën. Kam nevojë të fle. Përse e lini dritë të ndezur kur shtrim në shtrat? Nuk duam që të vrasësh veten, shoku Peter Lee, siç kanë bërë ata antirevolucionarët e tjerë. Kjo nuk ka për të ndodhur sepse jam gjatë gjithë kohës nën mbikëqyrjen tuaj. Të tjerët janë hedhur nga dritarja, shoku Peter Lee, dhe ne nuk kemi mundur t'i ndalim. Zoti e ndërshkon vetvrasjen edhe vrasjen. Zoti nuk ekziston. Edhe vëlla Johnny është antirevolucionar apo jo? Pranoje. Jo, ai është i krishterë. Ti gënjen! Ai po komploton të rrëzojë Republikën Kineze. Po kjo nuk është e vërtetë, ne lutemi për drejtuesin. Edhe kush na që ka drejtuesi yt? Fol. Zoti Jezu Krisht. Gënjen! Trego të vërtetën po të them. Trego të vërtetën. Kjo është e vërteta. Vëlla Johnny thot se autoriteti juaj i vetëm është Bibla. E vërtetë është kjo? Po. Atëherë ai është antirevolucionar sepse autoriteti ynë është Partia Komuniste. Për 5 ditë me radhë më morën në pyetje dhe përdorën të njëjtën teknik që dikur kishin përdorur me baban tim. Seanca e pyetjeve zgjaste 12 orë. Ndryshimi vetëm ishte se baban e mbajtën brenda për 40 ditë. Në universitet u bë një mbledhje dhe studentët ishin të detyruar të merrnin pjesë. Drejtuesi i fushatës politike mbajti një fjalim. Mes jush gjenden shumë antirevolucionar. Ata janë armiq. Mbajnë qëndrimin e gabuar. Njëri prej tyre është udhëzuesi juaj, Samuel Dit. Arrestojnë, largoni prej këtej. Nëse ai do të vazhdojë të mbajë njëjtin qëndrim, ne do të dënojmë me vdekje. Kemi edhe bandën e 6 racakëve të drejtuar nga Ahnu Chan. Jemi treguar shumë të druar me ta, por i kanë kaluar kufit. Ata nuk kanë për të dorëzuar dhe nuk kanë për të rrëfyer. Ndaj arrestojnë edhe këta. Përveç tyre, kemi edhe një antirevolucionar të zjarrt, Peter Lee. Ai ka shkelur parimet tona fetare dhe ka tërhequr pas vetes shumë student që i shërbenin Partisë Komuniste. Madje ka folur keq edhe për udhëheqësin e madh, Mao. Liang ishte një komplotues tjetër me të cilin Peter Lee bashkëpunonte. Liang u holl nga dritarja dhe vrau vetën, ndërsa Peter Lee është në mbikëqyrjen tonë. Ai është agent imperialistëve amerikan dhe kërkon të rrëzojë qeverinë. Nuk e besoja që vlla im kishte vrarë veten. Ata e kishin shtyrë nga dritarja. Pas mbledhjes, më morën në pyetje për 3 ditë dhe 3 net. Më rrihnin vazhdimisht. Më detyronin të pranoja se vlla Johnny ishte antirevolucionar dhe se kisha organizuar shumë aktivitete antirevolucionare. Por unë nuk mund të hiqja dorë nga besimi im. Ditën e 3, në mesnat, një nga drejtuesit erdhi të më takonte. Peter Lee, ti je një ndër studentët më të shkëlqyer të universitetit. Shumë pedagog të departamentit fizikës thonë se je studenti më i mirë. Ke për të pasur një të ardhme të artë nëse ndjek Partinë Komuniste. Do të kesh mundësinë të bësh një fizikan i njohur, por duhet të ndryshosh drejtim. Unë nuk mund ta mohoj besimin tim te Jezu Krishti.
Ai është shpëtimtari im. Ti duhet pranosh se vëlla Gjoni është antirevolucionar. Jepi fund marrëdhënies që ke me të. Vëlla Gjoni është një shërbëtor besnik i Perëndis. Ai flet vetëm për të vërtetën që gjendet në Bibël. Bibla nuk e përkrah revolucionin. Nuk duhet të ndani mësimet e Biblës me të tjerët. Por sipas kushtetutës ne gëzojmë lirinë e besimit. Kështu kur të tjerët më pyesin, unë ju tregoj atyre për besimin tim. Mik i dashur, ne çmojmë shumë inteligjencën tënde, por duhet të na nderosh. Përse nuk na tregon edhe ne ato që ndaje me studentët? Na thuaj për çfarë flisje me ta? Thjesht thuaj të vërtetën. Kështu ne do ta kuptojmë cili është qëndrimi që ti mban. Në rregull. Më jepni një letër edhe diçka për të shkruar. Përdora 2 kalendar të vegjël që të kujtoja ditët që kisha ndarë ungjillin me shokët e mi. Mu deshëm 5 muaj për të shkruar gjërat që më kujtoheshin, sepse nuk kisha Bibël apo libra që flisnin për besimin. Arrita të shkruaja 300 faqe. Disa ditë më vonë në universitet, u bë një mbledhje tjetër ku morën pjesë stafi i shkollës edhe 1000 student. Jemi mbledhur sot për të treguar kush është shoku Peter Lee. Ne i kemi dhënë mundësinë që të tërhiqet nga besimi i tij, por ai refuzon dhe e pranon që është antirevolucionar. Në letrën që na ka shkruar, ai rrëfen se qëllimi i tij është ndaj ungjillit. Gjithashtu pranon se ka tërhequr pas vetes 17 student që të mos i shërbejnë më Partisë Komuniste dhe kishës tonë. Ai mban qëndrimin e gabuar dhe nuk kemi zgjidhje tjetër veç se ta çojmë në një kamp riedukimi. Nuk më thanë sa i gjatë ishte dënimi. Pas mbledhjes më nxorën jashtë me të shtyra dhe 2 roje më shoqëruan gjatë udhëtimit me tren për në kampin e riedukimit. E kam ruajtur fjalën tënde në zemrën time, që të mos më katoj kundër teje. Perëndia im, Zoti im, fjala jote është një llampë në këmbën time edhe një dritë në shtegullin tim. Kur të kem frikë, do të mbështetem tek ti. Zot, më jep forcë që ta besoj edhe t'i bindem fjalës tënde, vetëm fjalës tënde. Në programin ton të erës së ardhshme do dëgjojmë fundin e kësaj dëshmie të jashtëzakonshme dhe përndjekjet që e pristin Peter Lee. Dëgjues të dashur, a jeni duke përjetuar përndjekje dhe lëndime në jetën tuaj? Ju nuk keni pse të minjanoheni dhe të vuani në vetmi. Perëndia i gjallë, ai që ka krijuar universin, ka bërë të mundur që prezenca dhe fuqia e tij të jenë gjithnjë me ne. Ju mund ta pranoni atë nëse dëshironi të luteni së bashku me mua tani. Atë Perëndi, unë besoj se ti dërgove Jezusin të vdiste në kryq për mëkatet e mia. E besoj se ai u ringjall dhe jeton në përjetësi. Pendohem për mëkatet që kam bërë. Të lutem më shpëto. Eja në zemrën dhe në jetën time dhe më ndihmo të bëhem fëmija yt. Faleminderit Zot për shpëtimin. Në emrin e Jezusit unë lutem. Amen. Ndoqët programi me numër 298. Kjo ishte pjesa e parë e historisë së vërtetë të Peter Lee. Të lirë nga pranga të prodhuar nga Pacific Garden Mission dhe u soll për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë, për të treguar nëpërmjet historive të vërteta se nëse jeta juaj është bosh, ajo mund të mbushet derisa të derdhet. Do të ishte kënaqësi të dëgjonim prej jush se si këto programe kanë ndikuar në jetën tuaj, ndaj mos harroni të na shkruani. Deri herën e ardhshme bashk, miru dëgjofshëm.